Coach, marathonic game, it lasted almost 3 hours and 15 minutes. You won. What was the key for the win tonight? First of all, I don't know if I need to apologize about that or not, because it's about respecting. Second, at the end, both teams, I think we give back this delay of the game. Both teams will play excellent. Congratulations to my team because, first of all, we play against a very good team, very big team. They play with some injuries. We play like this for 2 months. It's not easy to manage. Congratulations to my team because from last Sunday to this Sunday we play 4 games in a row. Must-win games for us in Europe and the Championship. And we have 6 players, 7 players, and everybody they are here, ready to fight, ready to put their heart to the floor and play aggressive. I think we make a very good job, especially in our defense plan. We are okay. Of course, we make some small mistakes, but this happened in the tough game like the one that we play already. No, I think it's not a secret. They work hard in the practice. They never try to find excuses. We are not the team, I speak about the players and the staff and everything, that we're going to try to find excuses. We are not like the others. I'm not like the others, and I try to put this in my team too. And we're going to fight for every game. I hope that we're going to make full our roster. It's really important for us. And we'll move on. We are still in December. Until May is a long season in front of us. All the teams are very good teams in the league. And we're going to play really good in every game, be focused, having this game winning mentality. And if we be like this, I think we're going to take our chances to win the games or not. Thank you. You're welcome. Po e përmbledhi atë që tha trajneri Kakiusis, një ndeshje maratonike të cilën e fituan ngushtë me shumë mund. Cili ishte çelësi i kësaj fitore? Trajneri Kakiusis tha kemi luftuar, e uroj edhe skuadrën e Bashkimit, mirë po para se gjithash i uroj lojtarët e tij për luftën dhe për betejën të cilën e kanë bë. Tha Bashkimi ka pas lojtarë të lënduar, po edhe ne jemi duke luajtur, jemi duke u ballafaquar me lëndime tash e 2 muaj. Mirë po ajo që më pëlqeu sonte ishte lufta dhe mundi, energjia të cilën lojtarët e tij, lojtarët e Prishtinës e dhanë në këtë ndeshje. Nuk është lehtë, tha se brenda vetëm një jave i kemi zhvilluar 4 ndeshje, duke 3 ndeshje të Superligës së Kosovës dhe 1 evropiane, dhe kjo me të vërtetë tha nuk është as pak e lehtë. Po luajmë me 6 lojtarë, kemi lojtarë të lënduar dhe shpresojmë që së shpejti të kompletohemi. Liga është e gjatë deri në maj. Do të vazhdojmë të luftojmë në këtë mënyrë dhe ta bëjmë maksimumin. Ishim fjalët e trajnerit Kakiusis. Adhurës të basketbollit, me kaq po e përmbyllim këtë transmetim maratonik. Prishtina mposhti Bashkimin me rezultat 72-70. Pra edhe një ndeshje vështire fituar në fund me 2 pike përsi pas Rahovecit 75-73. Sonte mposhti Bashkimin me rezultat 72-70. Tani pas 11 xhirove ka 6 fitore e 5 humbje për Bashkimin. Është kjo disfata e 4 tresht në ciklin e 2 vjeshtor, ndërsa bukuritë e basketbollit kosovar po vazhdojnë. Rahoveci pak më herët e mposhti Go+Pen dhe atë që e kemi thënë vazhdimisht, Kazani basketbollistik është duke vlu dhe që 20 vitet e fundit definitivisht nuk kemi parë kampionat më interesant. Nga Unagon Femeo, ekipi realizuesi i Oksigjenit për Art Motion kaq për sonte nga Prishtina.